Policia e qarkut Mettmann në Gjermani sekuestroi një transportues makinash pasi u konstatuan 56 defekte të rënda sigurie gjatë një kontrolli në autostradën A3. Automjeti i drejtuar nga një 26 vjeçar nga Kosova kishte probleme serioze si në frena që nuk funksiononin, drita të dëmtuara, mungesë amortizatorësh dhe dëmtime të shumta teknike. Transportuesi u shpalli pasigurt për qarkullim dhe u konfiskua, ndërsa shoferi u gjobit me 700 euro dhe do të paguaj edhe rreth 600 për shpenzimet e ekspertizës. Ky rast tregon rëndësinë e kontrolleve të rregullta dhe respektimit të rregullave të sigurisë rrugore.